Dhe ky radar u fluturon, pra i merr të gjitha të dhënat e këtij avioni. Radarët kinez që janë aktualisht në përdorim të Arabisë Saudite. Në momentin që avioni do fluturojë për nevojat e Arabisë Saudite, pra kur në momentin që fluturon çdo avion ti ngren hap radarin tënd. Edhe kur fluturon avion dhe ky radari është kinez. Dhe ky radari do t'i marrë të gjitha të dhënat e këtij avionit. Pra konfigurimin e avionit, mënyrën e tij, shpejtësinë gjitha dhe i merr radari kinez. Dhe ky radar kinez duke qenë se mirëmbahet nga Kina, që është marrëveshje, kinezët në një moment caktuar do të vinë dhe në momentin që më të parë që të vinë për të bërë mirëmbajtjen, do t'i marrin sepse radari i mban gjitha ato të dhëna, i depoziton. Dhe normalisht i marrin këto të dhëna dhe automatikisht në atë moment avioni F-35 për atij momenti nuk ka më vlerë për Shtetet Bashkuara të Amerikës në një përplasje nesër me Kinën, po edhe me Rusinë sepse atëherë to të dhëna këtij avioni do të përdoren nesër për çfarë do lloj radari dhe avioni nuk është më stealth. Nuk është i padukshëm, por bëhet i dukshëm. Absolutisht nuk ka më asnjë vlerë. Pra kjo është problematike e madhe, prandaj them që Pentagoni ka një drejtim në këtë aspekt cili kanë hyrë, sepse kjo është pika, jo se sauditët do t'ja japin të dhënat e avionit kinezëve. Por aktualisht për shkak se ndodhen radarët kinezë aty, dhe ka radarët kinezë mbërmbahen nga Kina, automatikisht merr radarit gjitha të dhënat në momentin që fluturon avioni, pra konfigurimin, shpejtësinë, dëndësinë, gjithçka në radar. Domethënë, si do zgjidhet kjo? A do bllokohet kjo marrëveshje apo do detyrohet Saudia që të marrë pastaj sisteme antiraketore? Jo, që të marrë sisteme antiraketore amerikane, nuk ka sisteme antiraketore amerikane, pra përveç Patriotit, sisteme të tjera antiraketore nuk ekzistojnë. Pra në mënyrën se si e ka të mbrojtjen kundërajrore. Mbrojtje kundërajrore aktualisht të mirëfillt kanë vetëm Rusia dhe Kina dhe Irani që ka prodhuar një mbrojtje kundërajrore të vetëm, por edhe ai ka bazuar mbi licenca kineze dhe ruse, pra nuk është se ka prodhim të vetin origjinal. Kurse shtetet e tjera, përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk kanë mbrojtje kundërajrore. Pra nuk e kanë konceptin e mbrojtjes kundërajrore. Sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë parë ndonjë rrezik në territorin e tyre dhe nuk e kanë konceptin e mbrojtjes kundërajrore. Dhe nuk besoj që do mund të blejnë prandaj, por besoj që me ndërhyrjen e Pentagonit Trumpi do të riqet nga shitja dhe do t'i jepet një lloj avioni tjetër, pra do t'ju bëhet një ofertë. Do të riqet nga F-35, mos është dhe themi se duhet ta dim që kush e ka kundërshtuar këtë marrëveshje është edhe Izraeli, për shkak se nuk ka vlerë kundërshtimi i Izraelit sepse Izraeli përdor F-35. F-35-at që përdor Izraeli janë prodhim special me një marrëveshje speciale me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe janë F-35I. Prandaj quhen I, F-35I Izrael. Kanë aparatura më vete, sistemin e radarit e kanë ndryshe, pra gjithçka është bërë ndryshe dhe nuk është për eksport. Pra kur është prodhuar, është bërë një marrëveshje me Izraelin, në marrëveshjen e blerjes dhe shitjes, që ky lloj modeli nuk eksportohet kurrë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe e blen vetëm Izraeli. Pra në asnjë vend tjetër. Kjo nuk e cënon Izraelin në këtë aspekt. Arsyeja vërtet po thua është Kina dhe Rusia, sepse marrin komplet konfigurimin e plotë të këtij avioni në të gjitha format dhe mënyrat e tij të fluturimit nëpërmjet radarit kinez që posedon Arabia Saudite, dhe atëherë ky avion nuk ka më vlerë nesër për ta përdorur si avion, nuk mund të jetë më avion stealth për rusët dhe kinezët. Pasi ata i fusin të gjitha ato të dhëna në të gjitha sistemet e radarëve të tyre, qoftë ato milimetrike, qoftë ato decimale, qoftë ato metrike. Po marrëveshja me Turqinë dritan për këta avion, se edhe marrëveshja me Turqinë ishte për këta avion dhe marrëveshja, nëse mbani mend, marrëveshja me Turqinë për këta avion u prish për shkak se turqit blenë S-400-ën. Pra për këtë arsye u prish. Është prishur marrëveshja. Aktualisht nuk kemi marrëveshje për F-35. Jo, për F-35 nuk kemi marrëveshje, pavarësisht premtimit të Trumpit që i dha Erdoganit kur ishte në takim, por marrëveshje për F-35 nuk ka, për arsye se Senati ka marrë një vendim që të mos i jepen F-35-at Turqisë dhe të mos jepen as motorat, sepse motorët e F-35-s Turqia do i përdorte për avionin e vet të ri që ka prodhuar avionin Kan. Dhe Senati ka vendosur që as F-35 as motor mos i jepen Turqisë. Dhe gjitha arsyeja ka qenë S-400-at. Pra problemi i parë që u ndal dhe Turqia u hoq nga vendet të cilat ishin pjesë e F-35-s është sistemi S-400 që Turqia bleu nga Rusia atëherë sepse i merr të dhënat e avionit dhe atëherë avioni s'ka më vlerë për armikun. Pra Turqia s'ka hequr dorë nga S-400 dritan? Jo, Turqia vazhdon ta ketë S-400 pavarësisht se nuk e ka përdorur, nuk ka vënë përdorim, por nuk ka hequr dorë, edhe pse i është kërkuar që ta shesi, nuk e ka shitur. Ndërkohë, fati i marrëveshjes Turqisë duket se do ketë edhe marrëveshja me Arabinë Saudite. Unë mendoj që po, është ekzistenciale
për industrinë ushtarake amerikane dhe për Pentagonin, kjo lloj gjëje, pra në rast se bëhet, cënon totalisht sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu që unë mendoj që Trumpi do të rriqet, pra janë deklarata Trumpit, pra këto që Trumpi lëshon lart e poshtë në mënyrë të papërgjegjshme, por në momentin që specialistët e vënë para faktit kryer, shpeshherë ka qenë që është tërhequr dhe mendoj që do të rriqet sepse është e pamundur të realizohet kjo. Ndërkohë, Dritan, ne që jemi të Pentagoni, do doja të lidheshim pak me faktin që së fundmi po njoftohet që general amerikan kanë vendosur në tavolinën e Donald Trump një mundësi sulmi toksor, ajror e tjerë mbi Venezuelën. Si e vlerëson këtë situatë? Nuk është përcaktuar qartësisht se në çfarë niveli do të jetë sulmi, pra do të jetë në të gjitha nivelet toksore, ajrore dhe detare, pra është përcaktuar një sulm, por nuk është përcaktuar, ata e kanë përcaktuar, por nuk është bërë qartësisht, nuk është bërë publike se në çfarë niveli do të jetë. Është bërë aktualisht dihet vetëm emri i operacionit që i kanë vendosur, pra operacioni është Southern Spear, pra heshta jugore, po. Ky është emri i operacionit që ata do të bëjnë, por nuk dihet se në çfarë niveli do të jetë operacioni, pra a do të përfshijë trupa në tokë apo nuk do të përfshijë trupa në tokë, do të jetë vetëm goditje me raketë apo do të jetë edhe goditje me avion, apo do të ketë edhe goditje detare pra të bazave ushtarake dhe të godinave qeveritare të Venezuelës. Jemi në atë që vetë fakti në rast se kjo ndodh, pra e para ndodh për të hequr vëmendjen nga problemet e brendshme politike dhe problemet e brendshme që i kanë dalë Trumpit së fundmi, sidomos me publikimin e emaileve të dosjes të Epsteinit, e para, dhe e dyta është kryesore fakti që në rast se Amerika vendos t'i hapi luftë Venezuelës, atëherë tregon që Amerika po heq dorë nga hegemonia e saj globale dhe po shkon drejt aplikimit të plotë të doktrinës Monroe. Doktrina Monroe parasheh që Amerika duhet të mbajë nën kontroll hemisferën jugore. Po, dy Amerikat, Amerika Veriore, Amerika Jugore. Dhe të mbajë këto, dhe të mos merret me çështjet globale. Pra kjo është doktrina Monroe. Totalisht. Dhe në rast se i kthehet aktualisht Venezuelës, do me thënë që ka hequr dorën nga hegemonizmi global, pra e ka parë që nuk mundet në atje të komandoj gjithë botën, Kinën, Azinë Jugore, Azinë Lindore, të komandoj Iranin e këto tjera dhe përqendrohet vetëm në zonën rreth shtëpisë saj dhe vetëm në Venezuelë. Në rast se do ndodhi kjo, sërish do të ishte, unë mendoj që do të ishte katastrofale, pra në rast se Trumpi do ta fuste Amerikën në këtë luftë, do të ishte katastrofale për Amerikën për arsye se jo vetëm që do të rrëzonte doktrinën Monroe, para se nuk ta bënte të mundur që të kontrollojë jugun e hemisferën jugore të globit, e cila është Amerika Latine, por kjo do të sillte një bashkim të gjitha forcave majtiste në Amerikën Latine dhe në rast se do të hynte me trupa, atëherë kjo do të kthehej në një Vietnam të dytë për Amerikën dhe vetëm për faktin e thjeshtë se me datë 16 tetor është në Shtetet Bashkuara në Amerikën Latine ekziston një organizat majtiste e shtrirë në 23 vende nga 27 vende të Amerikës Latine. Amerika Latine ka 27 vende. Kjo organizat është e shtrirë ligjërisht e regjistruar në 23 vende të Amerikës Latine. Kjo organizat quhet Lëvizja e punëtorëve pa tokë. Lëvizja e punëtorëve pa tokë. Po. Kështu quhet organizata. Është organizatë e krijuar në vitet 80 me bazë në Brazil, pra nga organizatat e majta braziliane që luftonin atëre, dhe qendrën e kanë në Brazil, qendra e saj është në Brazil, dhe kjo sot aktualisht që flasim në këto momente ka të regjistruar ligjërisht në këto 23 vende të Amerikës Latine 1.500.000 antar. Dhe me tesër, pra 1.500.000 antar me tesër. Jo vetëm e ka komplikuar për arsye se me datë 16 tetor të tetorit që shkoi në Radio Brazil, udhëheqësi i kësaj organizate deklaroi publikisht në Radio Brazil se organizata është mbledhur, ka marrë një vendim dhe ka marrë vendim që në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të sulmojnë Venezuelën me forca ushtarake, ne kemi vendosur që të organizojmë brigadat ndërkombëtare, pra brigadat internacionale në të njëjtën formë dhe mënyrë të brigadave internacionale që luftuan në Spanjë kundër regjimit fashist të Francos në 1936. Me këtë e kanë krahasuar vetë. Po, dhe me këtë kanë krahasuar dhe kanë bërë thirrje që kanë marrë vendimin që do të organizojnë këto brigada, pra nga 1.500.000 të regjistruar. Ta të çojnë brigada, pra kjo e komplikon, po si punë këtyre grupeve
ka grupe të tjera majtiste që nuk janë pjesë e tyre, siç janë në Kolumbi, Farku, që ka luftuar, ka gjithandej, të cilat do ta shfrytëzonin situatën për të luftuar kundër shepëve të Amerikës dhe do t'ja bënin luftën e Amerikës të kushtueshme nga ana njerëzore, të kushtueshme nga ana operacionale, të kushtueshme nga ana ekonomike dhe do ta detyronin në Amerikën që jo më të aplikonte doktrinën, por të izolacion të kalonte në izolacionizëm të plot dhe të mbetej vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dakor, po Dritan, së fundmi ka pasur dhe një marrëveshje me Rusinë në Venezuela. Jo, marrëveshja me Venezuela, me Rusinë Venezuela është për disa investime ushtarake të cilat i ka bërë Rusia atje, nuk ka marrëveshje mbrojtje me Shtetet Bashkuara me Venezuelën, as me Kinën nuk ka marrëveshje mbrojtje, ka marrëveshje të bashkëpunimit ushtarak. Pra të dyja marrëveshjet si me Kinën, si me Iranin, edhe me Rusinë janë marrëveshje të bashkëpunimit ushtarak, po jo të mbrojtjes ushtarake. Jo të mbrojtjes ushtarake. Pra të bashkëpunimit ushtarak domethënë që japin teknologji ushtarake, kanë ndërtuar fabrika atje uzina, pra rusët kanë ndërtuar një fabrikën më të madhe të prodhimit të Kalashnikovëve dhe të prodhimit të fishekëve. Prodhojnë 70 milion fishek Kalashnikov në vit. Fabrika që kanë hapur atje, prodhon kallash, edhe disa fabrika të tjera për prodhime armatimesh të tjera, i kanë shitur armatime të tjera. Gjithashtu Irani ka shitur dron, ka hapur një fabrik me licencë Iranit për prodhimin e dronëve të tjerë, pra dron Shahid, nuk e di të cilit nivel. Me Kinën ka një marrëveshje për çështje radarësh, pra është bashkëpunim ushtarak, po jo mbrojtje. Pra do me thënë që nesër nëse pras lufta, asnjë nga këto tre vende nuk do të shkojë të luftojë në Venezuelë kundër Amerikës, por do të bëjnë një gjë që bën Amerika në Ukrainë. Dritan, po ndërkohë aeroplanbajtësit amerikane po afrohen afër Venezuelës, edhe sinjalet janë që mund të ketë një goditje. Ku mund të çojë nëse ka një goditje? Një goditje do të ketë. Do të tentohet në fillim ajo që u tentua në Iran, pra të goditet udhëheqësja qeveritare dhe ushtarake, pra eliminimi Maduros dhe të disa komandantëve ushtarak, dhe do tentohet që me eliminimin e tij pastaj të ofrojnë këtë kryetaren atë opozitaren, s'është as kryetare e opozitës, ajo cilës për të cilën çmimi Nobel u militarizua më në fund, pra pikërisht për atë emër që ka, sepse është shumë ironike, çmimi Nobeli është personi i cili shpiku barutin dhe neve japim e quajmë Nobel çmimi paqes për Nobel. Pra ai që shpiku barutin e japim si çmim paqe. Por këtë radhë ky çmim paqe i atij që shpiku barutin ju dha një kryetare opozitës në një vendi për të militarizuar vendimin, pra për të rrëzuar qeverinë dhe për të vendosur këtë. Pra më në fund edhe ironia e këtij çmimi ra. Dritan, ndërkohë besoj e fundit për sot është marrëveshja e Shqipërisë, marrëveshja ushtarake e Shqipërisë me Izraelin. Regjia duhet të kem Harecin aty që mund ta lexojmë, le të themi, edhe nëpërmjet një gazete izraelite siç është Harec, mënyrën se si e percepton Izraeli këtë marrëveshje. Si e vlerëson këtë marrëveshje nga pikpamja ushtarake, Dritan? Nga pikpamja ushtarake, kjo marrëveshje është e pavlefshme. Është një marrëveshje e bërë jo nga pikpamja ushtarake, është një marrëveshje e bërë nga pikpamja politike e atij të cilit kemi në krye. Pra, një njeri i marr ka vendosur që të blejë atje në Izrael, të japi një mbështetje Izraelit, të japi para Izraelit, miliona dollar që jepen një shteti fashist dhe terrorist si Izraeli, që vret gra dhe fëmijë. Dhe kjo është në kuadër të asaj që u arrit kjo marrëveshje, u nënshtrua kjo marrëveshje me Izraelin në momentin që Shqipëria u bë vendi i 64 në fondacionin e aleatëve të Izraelit, pra zyrtarisht. Po pse? Armatimet një grup prostitutash në parlamentin shqiptar vendosën që të krijojnë edhe grupin mbështetës ndërpartiak parlamentar të Izraelit në Shqipëri. Kjo është, dhe armatimet që morën nuk kanë vlerë, për arsye se armatimi e para është shumë i shtrenjtë, pra një sistem top, pra ata kanë marrë tre lloj armatimesh. E para është bërë një marrëveshje për të blerë një top artileri toksore, e cila është nivelin e topit, pra Howitzer është 155 mm. Një sistem, një top i tillë kushton minimalja $5 milion, pa llogaritur këtu predhat e artillerisë që do të përdoren. Pra $5 milion një top, një bateri ka 6 topa. Në rast se ti do marrësh një bateri, do të shëndosh i thon $30 milion për 6 topa. E qartë. E para, e dyta. Do të blehet një lloj mortaje 120 mm-she, edhe topin mund ta them, pra që njerëzit ta shohin, topi quhet Atmos.
kurse mortaja quhet Spear. Po. Mortaja 120 mm nuk është mortar tërheqëse, është mortar e montuar, vendosur në makineri, pra në makinë. Edhe kjo mortaj është një mortar kushton shtrenjtë, pra sisteme që kushtojnë shtrenjtë gjitha. Distanca e topit 150 mm varion nga 27 km deri në 41 km, por nuk besohet. Ai 41 është shumë herë më i shtrenjtë, e kalon, shkon diku te 6.9 milion dollar. Nuk besoj një sistem, pra vetëm një sistem, një tyt. Një tyt 6 milion. Nuk besoj që do shkojmë te kjo. Pra, te 40 km mbetemi te 27-30 km, që është ai 5 milion dollar që një tyt, pra 6 tyta 30 milion dollar. Edhe dy lloje dronësh, të cilët në fillim do të jenë me spasi të vogël 20 dron. Edhe ata kushtojnë shtrenjtë, janë dron kryesisht, janë dron zbulimi, pra nuk është se janë dron zbulimi. Janë dron zbulimi për fotografi, për kështu në të gjitha kushtet dhe mundësitë e motit. Është një veprim, artilleria është artilleri vetlëvizse, pra është artilleri e montuar në një shtrat makine, e cila lëvizse. Unë pavarësisht se ti e monton dhe e merr artilleri, neve kemi nevojë për mbrojtje kundërajrore dhe nuk kemi nevojë për artilleri direkt për të parë. Pra ti nuk mund t'i mbrosh këto sisteme të cilat ti po i përdor. Pra ti montosh këto sisteme, po ti si do t'i mbrosh këto sisteme? Si do t'i mbrosh këto sisteme? Pra kapaciteti është i mbrojtjes së sisteme. Plus janë sisteme shumë të shtrenjta. Unë do t'jap vetëm një fakt. Polonia vjet hapi tendrin dhe ishte në dilemë të merrte sistemet izraelite apo të merrte sistemet korano-jugore dhe vendosi më në fund që të marrë sistemin korano-jugor. Dhe vendimi i saj thot për arsye teknike në radh parë dhe për arsye ekonomike në radh dytë. Për arsye se sistemi korano-jugor, që është K9, kushton 3 milion dollar. Pra 2 milion dollar më pak. E qartë. Kurse edhe për arsye teknike, sepse nuk i përshtatet, thoshte prodhimi izraelit, pavarësisht se shkruan, thoshte ajo, që është për çdo lloj kohë dhe terrenit polak nuk i përshtatet dhe kohës polake nuk i përshtatet. Të njëjtë probleme kemi edhe neve. Pra mund të kemi të njëjtat probleme në lartësi të mëdha detare ti s'mund ta përdorësh atë, sepse në dimrit ajo mund të krijojë probleme, pra është e papërdorshme. Plus që mirëmbajtja është e shtrenjtë dhe çështja e prodhimit të këtyre të prellave të atyre është shumë e shtrenjtë. Përdor dy lloj prellash, njëra është është prella e vjetër, e cila është M107. Prella e vjetër M107 kushton aktualisht $5.000 një prell, prodhimi i saj. $5.000. Po, një prell. Përdoret për të goditur çfarë, Dritan? Objektiva. Çfarë duash? Dhe fjala vjen në saj ka fuqinë e shpërthimit, se duhet ta kuptojmë kështu në këto terma. Po shiko, po fuqinë e shpërthimit nuk e ka më të madhe se 60 metra. 60 metra, e qartë. Pra, ka gjë. Dhe përdoret një prell tjetër, e cila është prell quhet L15 high explosive, pra me eksploziv të lartë, me sasi të lartë eksplozivi. Kjo prell kushton $10.000 sot, që flasim pra. Kaq është çmimi i kësaj prell që del kosto. Pra, dhe ky topi Atmos mund të mbajë 27 prella, pra që të godasë 27 prella, i ka në depozitën e vet i ka 27 prella pra makineria. Pra do me thënë për 27 prella, nëse do të shumëzojmë për 5, pra ty do shkosh me diku të rreth me $130.000 do të kushtojnë vetëm 27 prella, pra është shumë e shtrenjtë kostoja. Për të mbajtur. Përdorimit dhe mbajtjes. Ndërkohë që edhe për të krahasosh me sistemin korano-jugor, sistemi korano-jugor lëshon 6 prella për minutë, kurse ky sistemi izraelit lëshon 4 prella për minutë. Pra fuqia e zjarrit që lëshon është më e madhe për korano-jugor se sa e kanë izraelitët. Dritan. Prandaj them që është vendim i vetëm kryeministrit pa marrë mendimin e forcave ushtarake shqiptare, e specialistëve ushtarak shqiptarë, sepse nuk kemi pasur një... Imagjino, Polonia është vendi i tretë në NATO. Është në një gjendje, pothuajse lufte, sepse është vendi i parë mbështetës në Ukrainës dhe sërish hapi tender ndërkombëtar. Kurse neve blerjet ushtarake i bëjmë se vendos kryeministri, pa i teket atij, çohet në mëngjes, edhe thot natën kanë parë ëndër dhe do blej këtë do blej këtë radarin te Franca, do blej këtë te këta nazistët e Izraelit. Dritan, një pyetje. Më bën përshtypje ajo fjala një industri të pavarur të mbrojtjes dhe tek ajo pjesa do doja të kuptoja a e komplikon raportin e Shqipërisë me Turqinë, blerja e këtyre armatimeve nisur nga biseda që kemi bërë
Unë mendoj që e komplikon raportin, sepse ti po merr një industri rivale, pra po merr një industri izraelite e cila është një industri e shtrenjtë, është një industri e cila nesër do të mbesi dhe nuk do të funksionojë në çdo pikpamje tjetër, për arsye se do të vi drejt Izraeli do të vi drejt shuarës, pra ti do mbetesh problem armatime dhe municione të cilat nuk kanë asnjë vlerë, as nga ana taktike dhe as nga ana operacionale, dhe ti mbetesh pa mbështetje për një periudhë 20-30 vjeçare, pra sepse ti kur e blen një top, ti e blen nuk e blen për 5 vjet. Ti e blen për një periudhë që ti llogarit që unë për 30 vjet tjera nuk do blej më armatim tjetër, pra këtë do të mbaj këtë sistem. Dhe në rast se ti do